Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e së mërkurës në aksin e bypassit në segmentin Orikun-Vlorë, ku një automjet është përplasur me një tub baktish të imta që po kalonin në rrugën. Siç mësohet, një automjet tip Volkswagen i drejtuar nga shtetasi me iniciale VG ka qenë duke lëvizur në drejtim të Vlorës, kur është përballur me tufën e dhive që ndodhej në Karrexhat. Në pjesën e fundit të tufës ndodhej dhe çobani, një shtetas 35 vjeçar. Nga përplasja e fortë, 35 vjeçari ka mbetur plagosur dhe është transportuar me njëherë nga shërbimi i autoambulancës drejt spitalit rajonal të Vlorës, ku dhe ka marrë ndihmën mjekësore për traumat e marra. Burime paraprake bëjnë me dije se ai ndodhet në kujdesin e mjekëve. Nga aksidenti janë dëmtuar gjithashtu disa prej baktive, ndërsa automjeti ka pësuar dëme të konsiderueshme materiale në pjesën e përparme. Në vend ngjarje kanë mbritur me njëherë forcat e policisë, të cilat kanë kryer veprimet procedurale dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Sipas burimeve, testi i alkoolit i kryer ndaj drejtuesit të mjetit ka rezultuar 0,0 mg, ndërsa paraprakisht dyshohet se prania e baktive në rrugë dhe mungesa e ndriçimit në segment mund të kenë ndikuar në aksident.